Në fshatin Byet të Fierit, askush nga banorët nuk e dinte deri sot se prej 6 vitesh në një shtëpi të fshatit përsëritej një krim i rënd, autorët të së cilës ishin një çift burrë grua të cilët bashkëjetonin. Ata abuzonin seksualisht me vajzën e mitur të gruas. Ky e fundit jo vetëm që ishte në dieni, por dyshohet se e nxiste partnerin e saj në këtë krim. Policia arrestoi 52 vjeçarin Ilmi Hoxhaj së bashku me bashkëjetuesen e tij, 40 vjeçaren Selvie Yzeraj, të akuzuar për marrëdhënie seksuale me të mitur. Ndodhemi në fshatin Byet, pikërisht në banesën ku bashkëjetonin Ilmi Hoxhaj dhe Selvie Yzeraj. Dy personat në fjalë janë ndaluar nga policia e Fierit pasi kanë abuzuar me vajzën e mitur 12 vjeçare. Historia e rënd doli në dritë vetëm pasi e mitura 12 vjeçare EY i është drejtuar forcave të rendit. Kjo është dhoma në të cilën flinte vajza e mitur 12 vjeçare së bashku me gjyshen e saj. Në shtëpinë e Tmerrit jeton vetëm nëna 96 vjeçare Ilmi Hoxhaj, e cila nuk e beson se djali i saj të ketë kryer veprën për të cilën po akuzohet. Për kokën e të gjithëve, a Ilmiu nuk i ka bërë ato gjëra. Jeni e sigurt për këtë? Jeni e sigurt? Po për kokën e të gjithëve, mos pa që asnjë. Si shkonte Ilmiu me vajzën e bashkëjetueses së tij? Po mirë, nuk zishin, nuk... Jo. Kam pas ndonjëherë konflikte? Kam pas ndonjëherë konflikte me njëri tjetrin? Jo. Akuzën e rëndë e kundërshton edhe motra e Ilmiut, e cila ka mbërritur pranë të ëmës. Në rast se Ilmiu ka bërë këtë gjë, që unë nuk e besoj kur, në rast të parë, unë si nen, ju duhet të dënoni maman. Një nen, kriminele, edhe në qoftë se burri që merë nëna, ka bërë këtë gjë që unë nuk me besohet, po them edhe njëherë, si arriti që mbante atë burr në brim, edhe si ka arritur që atë vajzë e ka lënë me burrin që ka marrë. Shtëpia e Ilmiut dhe e Selvies fshite shumë sekrete të errta. Veç veprave të turpshme me vajzën, çifti mbyllte e kultivonte në oborrin e banesës edhe bimë narkotike. Ilmi Hoxhaj dhe bashkëjetuesja e tij Selvie Yzeraj do të përballen me akuzën e prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike, pasi në banesën e tyre u gjet një sasi prej 41.5 kg lëndë narkotike e dyshuar kanabis sativa, ndërsa në oborrin e banesës ishin të kultivuara bimë të tjera narkotike. Këto janë pikërisht bimët e shkullura nga ana e policisë së Fierit, ndërkohë që bëhet fjalë për rreth 21 rrënjë kanabis.